16 stiliste dje pasdite në sallën Dea të Pallatit të Kulturës kanë prezantuar modelet e tyre në një sfilat mode. Stilistet e reja të diplomuara nga shkolla e modës IPAMAB e hapur më së fundi në Shqipëri, pas 2 vjetësh mësim dje kanë arritur të tregojnë teknikën, stilimin, si edhe lukun estetik nëpërmjet disa koleksioneve veshjesh. Kryesisht kanë bizotruar linja e kostumeve, ku dominuese kanë qenë ngjyrat e bardhë, gri, bezh, bojshelli. Midis këtij koleksioni janë përzgjedhur përveç dizenjimit më të mirë edhe teknika më e mirë e qepjes.